kanë qenë goxha të fortë. Le të themi atë që është, domethënë edhe Egli, edhe Laerti që me hyrje emri vetë ka përkrau goxha shumë, i ka dhënë goxha pesh në lojë, pastaj situatat brenda që kryesisht i ka pasur me Valbonën edhe me Dyshan Rozana Gerta, i ka dhënë goxha hov dhe ka qenë lojtar goxha i përfolur. Egli nga ana tjetër e ka nisur me afrimin e saj me Redonin, pastaj me situatat me Xumin, edhe duke kulminuar pastaj me marrëdhënien e saj shumë të komplikuar me Gjesin. Unë mendoj me një logjik të ftohtë shkon në finale Laerti. Pse? Kjo duke ardhur dhe pas rrëfimit të tij prekës që bëri prajmin e kaluar për sa i përket abuzimit, fëmijërisë të vështirë, pastaj edhe surpriza që ju bë nga artisti emerituar Tinka Kurti, pastaj i dha goxha pesh në publik, pavarësisht debatit të dieshëm për sa i përket çështjeve fetare. Por mendoj që xha mbështetjen që e ka marrë deri tani nuk do e dëmtoj për sa i përket këtij televotimi, por mund ta dëmtoj në televotimet e ardhshme. Dhe mendoj që Egli fatkeqësisht ka më pak gjasa që të shpallet finaliste prajmin e nesër. Po pse mendon që Egli ka më pak fanca? Duke bashkuar fansat e saj, fansat e Gjesit, Gjesi gjithashtu ka bërë thirrje që të votojnë Eglin për finale. Fansat, shumica prej tyre përkthehen në votues. Po, shiko, fansat janë admiruesit, ndjekësit janë edhe të përçarë, më kupton, sepse për sa kohë marrëdhënia e Eglit dhe e Gjesit nuk është akoma konsoliduar, edhe fansat nuk janë të konsoliduar, pra nuk janë kompakt që shkojnë sipas drejtuesit të tyre. Kështu që unë mendoj që gjasat janë më pak që të shkojë Egli, por mund të ketë edhe surpriza. Askush nuk e di. Se shiko, Laerti nuk është një figura më e konsoliduar brenda shtëpisë, si ishte për shembull Rozana ose Gerta, që mund të ishte 100% fitore garantuar për njëra nga të dy vajzat. Është Laerti dhe ndoshta përqindjet mund të ndryshojnë, varet edhe me dinamikat brenda në shtëpi, plus edhe deklarata e Eglit që nëse unë nuk shkoj në finale, unë dal nga shtëpia. Është deklaratë e rrezikshme, sepse Egli ka dalë një herë nga shtëpia, ndryshe nga Laerti që nuk ka dalë asnjëherë nga shtëpia. Edhe hyrja e Eglit. Ajo thotë që unë lë përfundimisht garën, pra. Po ndiqja këtë logjik. Rihyrja e Eglit brenda në shtëpi, Egli hyri me premtimin që do ndryshonte, do luftonte për veten e saj, dhe njerëzit, ndjekësit, simpatizantët, e nisën dashinin me një sy tjetër, por Egli përfundoi duke bërë sërish luftrat e Gjestit, betejat e Gjestit,